Mirë mbrëma, gjithë shqiptarët kudo në botë mbrëm kanë festuar 28 nëntorin ditën e flamurit. E bashkë me ditën e flamurit ka festuar edhe kinema Hyrje Hana. Kino Hyrje Hana ka mbushur 1 vjet të ekzistencës së saj si institucion kulturor për të përmirësuar dinamikën e aktiviteteve kulturore në komunën e Gjakovës. Shumë personalitete, shumë qytetarë, adhurues të filmit, të diskutimeve të ndryshme janë bërë pjesë e rrugtimit të kinos Hyrje Hana për gjatë 1 viti. Megjithatë, cili ka qenë rrugtimi, cilat kanë qenë sfida, cila ka qenë dëshira për të vazhduar tutje këtë mision kaq të rëndësishëm të kinos Hyrje Hana, ne kemi ftuar në studion e televizionit Syri sot drejtoreshën e këtij institucioni kulturor, Ilira Shala. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Ju falenderoj shumë për punën dhe për kushtimin, sidomos për angazhimin nga mediumi juaj për gjatë 1 viti, që i keni përcjell eventet e kinemas tonë. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishit gjithmonë pjesë e aktiviteteve tona. Faleminderit edhe kënaqësi gjithmonë me përcjell aktivitete kaq të bukura të cilat për gjatë 1 viti kanë begatuar jetën kulturore në qytet. Na fol pak, a ishte e vështirë nisma e këtij projekti kaq të rëndësishëm, i cili në fillim me siguri ka pas vështirësitë e veta, por gradualisht është bërë institucion ashtu siç ju keni synuar? Normalisht, sidomos implementimi i çdo projekti që bëhet është shumë i vështirë, sidomos kjo pjesa kinemas, do me thonë rikthimi i kinemas pas 30 viteve ka qenë jashtëzakonisht një punë sfiduese për ne, ka pas shumë mund, shumë përkushtim, po të njëjtën kohë është punu me shumë dashni për rikthimin e kinemas. Sfidat kanë qenë jashtëzakonisht të vështira për ne si kinemas, por lidhja me distributorët e huaj, pastaj sigurimi i filmave, do më thonë ne si kinema gjithmonë duhet jemi në hap me premierat botërore, edhe kjo pjesa sigurimit të filmave ka qenë një prej pjesëve më të vështira që kemi hasur ne. Pastaj po flas gjithmonë fillimet e para, sepse tash veç ja kemi marrë dorën, po, edhe çdo sfidë që na del përpara për ne tash është vetëm një provë. Sa ishte vështirë që fillimisht të punoni edhe në anën e audiencës, të bindën në një farë forme qytetarët që të bëhen ndoshta mund të themi njerëzit më besnik të kinos, e pastaj a mund ta merrni si avantazh për gjatë 1 viti të kësaj situate? Sepse ishte mësuar shoqëria me disa dekada të mos kemi kino dhe tash është dashur kogja punë për me sjell. Jo, përkundrazi nuk ka qenë vështirësi. Unë e cika dhe ma herët se kinemaja veç është rikthy pas 30 viteve në Gjakovë, të llogarit që ne si qytet njihemi për kulturë dhe artë, e kam mirëprit jashtëzakonisht mirë, sidomos qytetarët e Gjakovës, por edhe rrofshi Dugaxhinit, edhe nuk e kemi pas as pak të vështirë me thithë, ta them ashtu, klienta për kinema. Do me thonë, avantazh i joni kryesor është kinemaja, është vetë fakti që është kthy kinemaja, po të njëjtën kohë një prej avantazheve që ne krenohem është sepse jemi e para kinema vendore në Kosovë. Të gjitha kinemat tjera janë përfaqësues të shteteve tjera, ne jemi e vetmja. Kjo bën të veçantë nga të tjerë. Kjo na bën të veçantë, sepse jemi e vetmja kinema vendore që i plotësojmë të gjitha standardet botërore me teknologjinë më të avancuar dhe sistem zërimi gjithashtu. Më intereson të di, vështirësitë te i kalohen, megjithatë objektivat janë ato që vendosën në fillim. Sa konsideroni se i keni përmbushur objektivat në 1 vit pune? Natyrisht ato mund t'jenë afat gjata, afat mesme, afat shkurta, megjithatë për 1 vit, a mendoni se janë përmbushur ato cilat ju keni synuar?
ato që ne I kemi synuar para fillimit kinemas, do me thonë para fillimit të operimit kinemas, ne vetëm I kemi përmbushur. Se radhe edhe fëmijët e kanë pas derën qelë në kinema. Filma pafund janë shfaqur për gjatë këtyre 12 muajve dhe sallat janë mbush plot me fëmijë. A I bie kjo që ju keni menduar shumë mirë që edhe të targetoni edhe grupin e fëmijëve që edhe ata të mësohen qysh në fillim me kineman, me rregullat, me lojën që zhvillohet aty e kështu me radhë. Nuk e kemi pas problem fare, unë e cika që njëm si qyteti artit dhe kulturës Qakova, edhe ne jemi mundu që qysh në fëmirim ju mbjellat kulturën në kinemas, sa I përket fëmijëve është mirë prit jashtëzakonisht shumë mirë, filmat për fëmijë, edhe kanë qenë filma, jemi mundu me I përzgjedh filmat më të shikuar nga ana fëmijëve, sidomos këto premierat I kanë prit me padurim, fëmijët, edhe një prej sukseseve të themi ashtu që I kemi targetu fëmijët janë edhe filmat premier që janë shfaqë të na, edhe aty edhe është mbjell ajo ndjenja për marrë me na vizitu prapë. Do me thonë, gjithmonë mundohem ju organizu edhe aktivitete që m'ju bo sa ma të këndshme pjesën e shikimit filmave para fillimit, shfaqjes filmit mundohem ju ofru aktivitete si që janë face painting, ngjyrosje, muzikë, edhe spore vinë kalojnë kohën këtu tek ne, pastaj hinë shikojnë filmat edhe ajo vetë ajo ndjenja kur dalim prej filmave, prej filmit me plot emocion, ty të bën me undit tepër mirë. Se cili aktivitet ka veçantinë e ti, qoftë me grupmoshën e fëmijëve, por edhe të rriturve e kështu me radhë. Në esencë duket se është gjallëruar jeta kulturore në qytet me punën e palodhshme të njerëzve të cilët punojnë brenda ambienteve të kinos deri në një finalizim të shfaqjes së një filmi. A ndani edhe ju të njëjtin mendim? Po, sidomos unë vlen të aceki që sidomos për këto premierat botërore që I kemi, aty e shohim edhe atë ndjenjen e ngazëllimit që qytetarët e Gjakovës, po dhe qytetarët e Rrafshit Dukaçinit, kur vinë na vizitojnë edhe pyesin alo pa dal shfaqja filmit, kur ka më u shfaq filmi për ne është jashtëzakonisht mirë. Sukses. Po, sukses gjithashtu, edhe sidomos kur I shohim sallat e mbushura për plot. Me qëndru në hap me kohën, hap me trendet e zhvillimeve të kinematografisë botërore, nuk është e lehtë. Sa e keni të vështirë të bëni një përzgjedhje e cila I mban gjallë shikuesit më ardhë, ndoshta edhe me ritransmetu të njëjtin film dhe prap me qenë edhe njerëzit e njëjtë në disa raste. Nuk e kemi pas vështirë për zgjedhjen e filmave, do me thonë për shikuesit, sepse neve paraprakisht na vjen lista për, sidomos tash në fund vit, na vjen lista për vitin e ardhshëm, cilët filma janë premier në vitin 2023, sidomos klient Ardash Kinemas saktësisht e dinë cili film në cilin muaj ka me u shfaq, edhe për ne nuk është e vështirë për zgjedhja filmave. A kemi pas raste që I njëjti klient mi vizitu kineman 2 herë për të njëjtin film? Po, kemi pas shumë raste, sidomos se kemi disa filma që shfaqen 2 verzione, është verzioni 2D dhe 3D. E për këta ardashësit e filmave, ata nuk dojnë me ju mungu as verzioni 2D, po as 3D që me I pa ato efektet që t'jep kinemaja gjatë shikimit filmit 3D. Gjatë ditës së djeshme një varg aktivitetesh u shënuan në shënim të 1 vjetorit të punës së kinos. Aktivitetet që kënaqën grup mosha të ndryshme deri në mbrëmje kur ishte edhe muzika dhe shfaqja e filmit. A ishte gjithçka në rregull? A mendoni që gjitha këto aktivitete janë të bollshme për një vit punë të kinos? Ne më mundu për një vit kino me festu me të gjithë qytetarët e sidomos me klientët që na kanë vizitu thuaj se çdo ditë kinema, edhe jemi mundu që 4 ditë fest me festu zbashku me qytetarët, 2 ditë kanë qenë vikendi familjes për fëmijë. Kemi pas njëri për aktiviteteve ditën e shtunë ka qenë face painting dhe muzikë për fëmijë, ku kanë
kanë marrë pjesë shumë fëmijë, kanë kalu tepër mirë, pastaj ditën e diel kanë qenë maskota dhe palaço dhe aty ka qenë një aktivitet që është mirë prit, jashtëzakonisht mirë, sidomos për fëmijëve. Ndërsa ditën e hënë, domethënë ditën e festës së 28 nëntorit, jemi mundu që ta fillojmë me filmin 28 nëntorit 2. Është film që e karakterizon festën tonë, festën e shqiptarëve, por edhe festën e kinemas, sepse kinemaja dihet tashmë është hapë me 28 nëntor, pastaj e kemi pas edhe korin për fëmijë Lyra Fest, pastaj kemi pas premierën me Gent Azizin, ka qenë si kur tisha grua, do me thonë e kalon premier për nder të kinemas, dhe filmi premier është shfaqë filmi Lyricum, ku ka pas mjaft të ftuar. Gjithë këto aktivitete në vigjilje të festës së 28 nëntorit, por gjithsesi edhe të punës së kinos. Se si ka qenë atmosfera aty dhe sa bukur është bërë pothuajse në të gjitha aktivitetet, ne kemi edhe materialin, sepse si gjithmonë përpiqemi të ndjekim gjithçka të bukur që sjell kino. E ndjekim materialin dhe rikthehemi për të vazhduar me drejtoreshën edhe për disa minuta. Kino Hyrie Hana në 110 vjetorin e pavarësisë së shtetit shqiptar ka festuar ditëlindjen e parë të veprimtarisë. Në mbrëmjen festive të hapjes së kinos, një vit më parë ishte premtuar se ekrani gjigant i kinos do të paraqes gjithmonë filma që janë në hap me trendet botërore. Ashtu edhe u bë. Për një vit filma pafund u shfaqën dhe ardashës të kinematografisë frekuentuan ambientet e kinos nga secila grup mosh. Kështu ndodhi edhe në ditëlindjen e parë. Menaxhmenti i këtij institucioni kulturor kishte përgatitur një agjendë të ngjeshur të aktiviteteve të cilat do ta shënonin ditën festive. Një ambient i detajuar deri në finesë të krijonte përshtypjen se këtu vërtet mund të argëtohen të gjithë. Dita filloi me shfaqjen e filmit Nëntori i dytë, për të vazhduar festën e ditëlindjes dedikuar të vegjëlve. Kori Lyra së bashku me disa artistë të vegjël performuan duke sjellur atmosferë gëzimi në një ditë që gëshëtonte dy festa. Organizimi ka qenë i lehtë, se i kemi pas pikat gati dhe gjithmonë fundi kur është i lumtur dhe i suksesshëm harruan krejt ato lodjet edhe provat edhe mundi edhe sakrificat që kemi bërë. Këtu në koncert kom kalu shumë mirë, kom kësy, jam kënaqur shumë edhe kur kam kuptuar se kam kësy në kino, jam gëzuar shumë. Unë kam vendosur këtë vit 28 nëntor ta festoj në koncert, sepse na kam ftuar në koncertin e 28 nëntorit në kino dhe jam shumë e lumtur. Pasdiqja ishte planifikuar për një tjetër aktivitet. Aktori i njohur i skenës dhe teatrit shqiptar, Genti Azizi, do të performonte me një stand-up komedi si kur të isha grua. Një komedi e cila do t'i shërbente shoqërisë si një ftesë për reflektim. Ajo u mirëprit jashtëzakonisht bukur dhe loja aktorit u pëlqye shumë. E parë kam qenë teatr, e dytë ka qenë festivali Artmania, tash ishte për festën e kinemasu që mi bën shumë i bukur. Kështu që me që e nisa këtu premierën si kur t'isha grua, sigurisht që besoj që do vi për ta bësh shfaqjen kur të bëj turin e kësaj e stand-up të ri. Gjithmonë unë jam i mirëpritur Gjakov dhe ka qenë që në herën e parë që jam mirëpritur, kështu që njihet mirë me publikun e Gjakovës. Edhe ndjej më kënaqësi me art, se dhe ju vetë edhe humorin dhe të folmen e keni si pak a shumë si Shqipëria mesme jona dhe mbelje ndryshe nga dialektet e tjera që janë në Kosovë. Organizatorët u kujdesën që filmi Lyricum, që portretizon ilirët, të shfaqet para publikut gjakovar në një mbrëmje madhështore, pikrisht në përvjetorin e kinos Hyrie Hana. Për publikun gjakovar, filmi Lyricum është premier dhe producenti i këtij filmi Fatmir Spathiu ishte prezent në kino. Ideja ka qenë me vazhdu në Gjakov me njëherë, po me zyrtarët, pra me menaxhmentin e kinemas, Hyrie Hana, jena pash dakordu që
ta shfrytëzojmë rastin këtë projekt të madh, ta sjellim në 1 vjetorin e kinemas Hyri e Hana, dhe unë jam dakordu me shumë kënaqësi pas një telashe dhe ja ku jemi. Filmi është bashkëprodhimi, filmi është realisht projekt kroat, në bashkëprodhim me Kosovën, Italinë, Sloveninë dhe Bosnjën, me përkrahjet e Euroimazhit, fondit evropian për kinematografi, për film. E veçanta këtij filmi është pjesëmarrja e 13 aktorëve kosovar në role të ndryshme. Me thënë drejtën, po më duket si me qenë 5 vjet apo 10 vjet, sepse mungesa madhe e kinemas ka rezultuar me akumullimin e dëshirës për me pa filma, edhe kështu që numër ka qenë shumë i madh i shikuesve me sa kam informacion, edhe është me të vërtet një pasuni e madhe qytetit me pas një kinema brenda qytetit, sidomos kur e dim mirë që kinemaja ka qenë abuzume, edhe ka qenë te i shkatrume, te i mase, edhe do të thotë një punë e mirë, një punë e bukur, është një pasuri shtesë apo një vlerë shtuar e qytetit. Për herë të parë do ta dëgjojmë një ilirishtë të rikonstruktuar nga lingvistët kroat, njëri prej lingvistëve më të mirë botëror dhe njohësve të gjuhëve indo-evropiane, një gjuhë e cila si frazë na tingëllon e çuditshme, po kur e ndajmë fjalën fjalë, e shohim që etimologjia sjell në gjuhën e sotme shqipe, këtë nuk e fsheh askush. E veçanta e fundit është në film luajnë 3 aktorë me prejardhje nga Gjakova, janë Ylber Bardhi në rol kryesor, janë Bujar Ahmeti dhe aktori ynë i madh në Amerikë Kushtrim Hoxha. Aktivitetet të shënuara për ditëlindjen e kinema Hyri e Hana ndërlidhen jashtëzakonisht bukur edhe me kremtimet për ditën e flamurit kombëtar. Adhuruesit e këngës qytetare patën mundësi që të kënaqen me zërin e bukur dhe melodinë interesante të këngëtarës Nezafete Shala. Organizatorët premtuan se edhe gjatë këtij viti të ardhshëm, ekrani i Kino Hyri e Hana do të paraqes filma që shfaqen në kohë reale edhe në kinemat botërore. Pas këtij materiali të bukur që kemi realizuar nga tereni, rikthehemi edhe për disa minuta me drejtoreshën Ilira. Që të funksionoj gjithçka bukur, është edhe konkurenca ajo e cila bën të vetën, sepse bësh më i fortë kur sfidohesh. Platforma Netflix, por edhe platforma tjera dukshëm janë bërë konkurrente për kinemat. Megjithatë, mendoj që kinemat e kanë ndonjë veçanti që i bën ndryshe prej platformave. Si e qëndron puna me Kinon Hyri e Hana, kur është fjala në këtë drejtim? Duke llogaritur që jetojmë në kulmin e teknologjisë, të me thonë, teknologjia ka avancuar shumë edhe jo vetëm Netflix, por edhe platformat tjera, do me thonë, na bëjnë konkurrencë me filmat që janë momentalisht premier, por edhe që janë shfaqur më herët, mirë po veta e ndjenja që ta jep kinemaja, do me thonë, ekrani gjigant, zërimi, teknologjia, nuk besoj që Netflixi ose secila platformë tjetër ta jep ndjenjen që ta jep kinemaja. Domethënë përparësitë e kinemas, sidomos për filmat premier, janë të padiskutueshme, sepse audienca ose secili ardashës kur vjen aty ndihet ndryshe përmes atij ekrani gjigant ku do të ketë mundësi me pa filmin. Drejtoresh, është shumë rëndësishme edhe për aktivitetin tuaj, por edhe për gjitha aktivitetet, fakti që u bë lehtësimi i masave anti-Covid, u lehtësuan numri i njerëzve, të gjitha masat. A ishte një diçka e mirë edhe për kineman? Natyrisht që po, sidomos jo vetëm për ne, po për të gjitha bizneset, ka qenë lehtësim i situatës, por edhe i punës, heqja masave anti-Covid, se them ashtu, shëndeti ka pas jashtëzakonisht shumë rëndësi, mirë po kemi qenë të detyruar që ti ndajmë karriget, të kemi numër të kufizuar të klientëve, sidomos problemi kryesor gjatë masave Covid ka qenë për premierat e filmave, sidomos në atë kohë sa më në mend ka qenë filmi Spider-Man, dhe ka pas jashtëzakonisht shikueshmëri të madhe dhe jemi duhet me i nda, themi ashtu, edhe kemi pas raste që edhe klientat janë
them janë idhnu, jo Kuptohet, do është ta marrë edhe sonte nëse me po, normale, nuk po po. mojmë i prit terminin tjetër, mirë po kanë qenë sfida që i kemi kalu edhe tash për momentin jemi të funksionu jashtëzakonisht shumë mirë pas heqjeve të masave Covid. Do me thonë nuk po i kemi ato të lashet, karshi klientave, se vetë fakti që s'më ishim ja ofru premierën për atë moment, edhe të bëjke me undi keq, a bën bret lut na bëm atë qysh. Edhe shumë mirë, do me thonë tash funksionimi pa masa Covid është E ka lehtësuar veprimtarin. Me të thonë tash cili film ka pas shikueshmëri më shumë, ose cili film është kërkuar më shumë të ripërsëritet ose të ritransmetohet, e di që e keni vështirë. Megjithatë ju në ato projektet e juaja, keni nxjerrur 3 filmat më të mirë ose 3 filmat më të suksesshëm, se ndoshta për ju ka qenë mirë, por audienca ka marrë ndryshe. Thjesht, cilat projekte mendoni që kanë qenë 3 më të suksesshmët? 3 filmat më të suksesshëm që ja vlen, do me thonë që mbahen mend, është filmi Zgjoj, do me thonë edhe me atë kemi bërë hapjen e kinemas, ka qenë një film që edhe nëse shfaqim prap, është një film që ka jashtëzakonisht shikueshmëri, pastaj ka qenë filmi Spider-Man No Way Home, ka qenë filmi për fëmijë Encanto, do me thonë është një prej filmave të mosha fëmijëve që ka pas shikueshmëri jashtëzakonisht madhe. Ju rrallë kemi dëgju që edhe në teatr, që është shumë e rëndësishme kur bëhet fjalë për qytetin e Gjakovës, përgjithsisht të mendohet shumë edhe për shijen e audiencës. Edhe ju është dashur të mendonin këtë drejtim sa i përket zgjedhjes së zhanreve të filmave që do të thithin më shumë audiencë. A besoni që ja keni arritur të bëni një përzgjedhje të zhanreve ashtu si që ka kërkuar targeti i njerëzve që ju keni synuar? Ne them ashtu jemi mundu sa kemi kuptu, do me thonë edhe në bazë shitjes filmave, shikueshmërisë filmave dhe kërkesës filmave, kemi po që kemi zhanrin e filmave avantur, fantazi, mirë po kohëve të fundit është rritë edhe trendi i filmave horror. Do me thonë, kur bëhet shfaqja filmave horror, do me thonë filmat premier që janë, kemi një shikueshmëri jashtëzakonisht madhe. Dhe kjo e bën edhe më mirë, do me thonë që ju i lehtëson juve që për me kalu edhe në një zhanër tjetër, edhe nëse nuk është premier, por është një zhanër që e keni grupin e targetuar që ju vizitojnë vazhdimisht. Ambientet e kinemas, ju rrallë, përpos filmave, ka pas edhe mysafirët të ftuar të tjerë, të cilët, si që ishte mbrëm gjatë festës me Gentin, e keni pas Mamaqin më herët, dhe më thënë keni kalu edhe në një disiplin tjetër. Pse e keni bërë këtë? Unë gjithmonë e potencoj që duhet mi arrujt Gjakovës atë imazhin që ka pas ma herët rreth kulturës, artit. Edhe mundohemi që kohë pas kohe të ftojmë njerëz që t'i bashkojnë fytyrat publike me ato të artit bashkë, edhe mundohemi bu bashkëdëzim të kinemas së bashku me artin, që mi a kthy Gjakovës atë imazhin që ka pas dikur për art. Po, edhe aktivitetet stimuluese, lojrat shpërblyese, nuk kanë munguar gjatë gjithë kohës. Shumë për i tyre janë shfaqur edhe përmes ekranit tonë. Kjo i bie që ju i keni qëndruar besnik asaj që keni thënë ditën e parë që do t'jeni gjithmonë në dispozicion të atyre që i besojnë punës së kinemas. Sa janë të mira, sa do që të vogla duken këto lojrat shpërblyese, por gjithsesi a keni marrë atë feedbackun e audiencës që ju pëlqejnë atyre të marrin diçka të vogël, por si dhurat kthyse. Po, unë s'pari falenderoj sidomos sponsorët tanë që gjatë një viti na kanë mbështet gjithmonë me ato kërkesat tona. Ne mundohemi që sa do pak që e ceke edhe vetë që sa do pak që janë ato dhurata t'ju shpërblejmë klientëve tonë atë themat mundin që vinë me na vizitu, po edhe që janë klientat tonë të pandashëm me po. Kaloj 28-shi, po përfundon edhe 29-shi dhe po përmbyllet kjo 4 ditëshi aktiviteteve në një vit kino. Na pret edhe festa, na pret fund viti, ka diçka të veçantë për ardashësit kësaj radhe?
Ne po përmbyllim spari me ditëlindjen e kinemas, ndërsa për fund vit unë kisha dashur me lënë surprizë, edhe do t'ju informojmë në përmjet. Gjithsesi do t'i surprizoni si që ndodhi edhe në festën e ditëlindjes. Projekte pa fund besoj që keni menduar edhe për vitin 2023, si që thatë edhe në fillim, për premierat e filmave të cilat do t'jenë në trendet botërore. Çfarë ju premtonin nga kjo studio atyre të cilët vinë vazhdimisht ulen në ulset e kinos, i shijojnë ato mrekullit të cilat vinë përmes ekranit gjigant? Vitin 2022 ka qenë me plot premiera botnore, mirë po klientave tanë ju premtoj një vit, 2023 ju premtoj që kanë me qenë filmat akoma më të mirë, adrenalin më shumë, dhe surpriza jashtëzakonisht më shumë, po gjithashtu edhe shpërblime dhe shumë gjëra të tjera na presin në vitin 2023. Ka me qenë një vit i mbushur me plot aventurë, fantazi dhe adrenalin gjithashtu. Sepse këtë e donë edhe ai që vjen me pa një film, aty ndoshta adrenalinën që e merr nuk mund ta merr diku tjetër dhe e bën me hek ato strese ditore dhe angazhimin ditor gjithsesi. Faleminderit Ilira që përkundër angazhimeve të shumta ndat kohën t'jeni me ne edhe me shikuesit tanë, që ju garantoj që shumë nga shikuesit tanë janë edhe frekuentues të rregullt të kinos Hyrje Hana. Faleminderit shumë edhe nga ju për ftesën. Ndahemi këtu bashkë duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke thirrur edhe një herë nga kjo studio që bëheni qytetar të ndërgjegjshëm dhe vizitoni kinon Hyrje Hana, sepse aty do të shihni filma të mirë, do të fitoni adrenalin siç na tha drejtoresha dhe do të ndjeheni më të mirë me veten tuaj. Mirëmbëjtje.